Votimet e 11 majit nuk ishin zgjedhje. Nuk ishin as shpresë për të reja, as vlerësim për një program qeverisës. Ishin revolt, vot ndëshkimi, e mbushur me mllefin që vjen nga 30 vite dështim politik. Ishin zë i qartë që tha jo më përçarje, jo më Berish. Edi Rama nuk fitoi se kishte qeverisur mirë. Nuk fitoi as se shqiptarët i besuan një mandat tjetër. Ai fitoi sepse përballë kishte një simbol urrejtjeje, një arkitekt të përçarjes kombëtare, një njerëz që për dekada i ka prerë shqiptarët me thik të ndryshkur. Veriu kundër jugut e jugu kundër veriut, të vjetër kundër të rinjve, fanatik kundër të pavarurve. Programi i Berishës nuk ishte program, ishte hakmarrja ambalazhuar si drejtësi. Një zë që tingëllon ende si gjë mbivare, që i kujton këtij populli jo thjesht një krizë politike, por një luftë civile të vërtet, me 4.000 të vdekur dhe plagë që nuk janë shëruar kurrë. Nuk mund të kërkosh të vish në pushtet me bilancin e vitit 97 në kurriz. Nuk mund të shesësh vetveten si viktim, kur je autori i ndarjes më të madhe kombëtare pas vitit 90. Populli shqiptar nuk harroi dhe kur erdhi dita për të zgjedhur, nuk zgjodhi se këdonte më shumë, por kë urreu më pak. Edi Rama është i mbuluar me akuza për korrupsion, ju e dini, Shqipëria e di. Ai vjedh më shumë se sa qeverisë. Por në një vend ku njerëzit ende kanë në kujtes çadrat, tritolët, telefonatat për të rrëmbyer pushtetin, ai duket më pak i rrezikshëm se Berisha. Dhe ky është dënimi më i madh që mund t'i bëhet një njeriu që dikur u pasi udhëheqës, të bëhesh tmerri më i madh i shpresës. Në jug vota ishte masive, jo për Ramën, por kundër Berishës. Jugorët nuk kanë më asnjë iluzion se PD-ja e Saliut mund të jetë alternativë. E shohin si një relike të rrezikshme, një epokë që refuzon të vdes, një fantazm që endet me shpatën e votës dhe mburojën e urrejtjes. Nëse duam të shlirohemi nga ky cikël i pashpresë, duhet ta pranojmë. Keqja e madhe nuk është vetëm qeveria, është edhe trashëgimia që po mbahet gjallë me makineri propagande dhe egërsi primitive. Për sa kohë ketë njerëz që besojnë se Berisha është shpëtimi, Shqipëria do të vazhdojë të ketë një Ram si mbret mbi gërmava.